Letonia ka gjas të ndjek shambullin e Shqipërisë dhe Kroacisë për marrëveshje me Kosovën për të forcuar bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Gjatë vizitës në Kosovë, një kërkesë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes për presidentin letonez e pati presidentja Vjosa Osmani. I pyetur nga gazetarët nëse është e gatshme Letonia për një marrëveshje të tillë, ai tha se fillimisht këtë do ta diskutojnë me Ministrinë e Mbrojtjes atje. Kur të kthehemi atje do të bisedojmë dhe do të shohim se çfarë bashkëpunimi do të bëjmë në fushën e mbrojtjes. Sigurisht se do të punojmë dhe diskutojmë me Ministrinë e Mbrojtjes në këtë drejtim. Kërkoi heqjen e masave të BE-s ndaj Kosovës, ndërsa tha se e përkra antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, si dhe në procesin e integrimit evropian. Presidenti ndërkaq u pyet për takimin ditë më parë me emisarin e BE-s për dialogun, të cilit tha se në detaje ja ka prezantuar vërejtjet sa i përket draft statutit të BE-s për asociacionin. Unë personalisht besoj se nuk janë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, nuk janë në përputhje as me vlerat dhe normat e Bashkimit Evropian dhe standardet e Këshillit të Evropës pastaj, dhe po ashtu nuk janë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015. Osmani tha se në procesin e dialogut deri më tash nuk u trajtua parimi i barazisë mes palëve.